Përshëndetje të gjithëve. Makaronat më të thjeshta do përgatisim ditën e sotme. Janë makaronat të cilat do t'i skuqi me qalp dhe brenda do t'i shtoj sallam dhe djath kashkavall. Filloj me përgatitjen. Në fillim do skuqim sallamin. E presim në feta të vogla, më pas në kubik. Do ta shtojmë në tenxhere dhe do t'i bëjmë një skuqje të mirë. Nuk do t'a skuqim me vaj ulliri sot, por do t'i shtojmë gjalp. I vendosim në zjarr dhe i bëjmë skuqjen. Gjalpi shkriu plotësisht dhe sallami po fillon të marrë ngjyrë. Pasi sallami skuqet, është momenti për të shtuar makarona. Kam zgjedhur këto makaronat pene sot, edhe makaronave do t'i bëj një skuqje. Është receta më e thjeshtë e përgatitjes së makaronave. Nuk të merr më shumë se 15 minuta kohë në kuzhinë kjo recetë. Do t'i bëjmë një skuqje makaronat derisa të fillojnë të marrin ngjyrë. E shikoni, kam filluar të skuqen edhe makaronat. Është momenti për t'i shtuar ujin. Jam 500 gram makarona, shtoj 1 litër me ujë. Ujin unë po e marr të nxehtë që të përgatiten shpejt. E rregulloj me krip, diku tek 1 lugë e çajit me krip. Shumë pak piper të zi, pasi sallami ka goxha erëza. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i ziejmë aq sa shkruhet në paketim. I përziejmë gjatë kësaj periudhe her pas here. Është momenti të fikim zjarrin dhe t'i lëmë të pushojmë për 10 minuta. Më pas i shërbej duke i grirë vetëm pak djath kashkavall sipër. Me makaronat e skuqura, brezi im është rritur, ndaj dhe bashkëshorti im i kërkon her pas here. I grim edhe djathin dhe ja ku përgatitëm një drekë të thjeshtë, të shpejtë dhe të shijshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.